Zoti Rama në mbledhjen e grupit parlamentar socialist nënvizoi që duhet të bëjmë ndryshime për sa i përket nenit 242 të kodit të procedurës penale. Pra, drejtësia e Zotit Rama pas ka vepruar duke pezulluar një person në kabinetin e tij qeveritar, por nuk bëhet fjalë për personin, por bëhet fjalë për funksionin. Kështu Zoti Rama përfundoi fjalinë e tij në mbledhjen e grupit të tij parlamentar. Habitem përse Zoti Rama mblodhi grupin kur e din shumë mirë që me një propozim të një deputeti mund të vijë një ndryshim i tillë për shkak të nevojës ekstreme për vetmbrojtje ose mbrojtje të pushtetit të tij politik. Por ajo që më bën mua çudi është kjo, që Zoti Rama në asnjë moment nuk ka qenë kaq shumë i mirë në profesionin e avokatit për të mbrojtur zonjën Balluku dhe jo vetëm me telashet me drejtësinë. Sepse ju duhet kuptoni se Zoti Rama në kohën kur u procedonte Zoti Berisha, Zoti Meta, Zoti Veliaj, Zoti Ahmetaj tha që Partia Socialiste ka bërë atë që s'ka bërë asnjë parti tjetër në këtë vend, që të japi tek drejtësia e Zotit Rama të japi spatën të Zotit Dumani. Pra Zoti Rama ka deklaruar që nga 2022 e deri në 2025 Zoti Dumani ka pasur spatën për të bërë punën e duhur dhe pikrisht ajo që është kaq shumë kontradiktore është se pikrisht Zoti Dumani në momentin kur iku nga drejtuesi i Spaku firmosi atë që ne themi kërkesën për heqjen e imunitetit të zonjës Balluku. Por çfarë Zoti Rama do të mbrojë në këtë, do thosha, iniciativë të tij për të vendosur në një dispozit ligjore edhe terma të ndryshme, ato të cilat nuk i kishte referuar asnjëherë ligjvënësi më parshëm lidhur me nenin 242. Po ashtu duhet të themi diçka shumë konkrete që të kuptojnë dhe qytetarët. Zoti Rama paralajmëron ndryshime, por nuk kemi të bëjmë me një reagim publik të një ambasadori i cili thotë që gjithë këto sakrificat e reformës në drejtësi kanë qenë pikrisht që të gjithë të jemi të barabartë përpara ligjit. Ashtu dhe Zoti Rama ka thënë vazhdimisht që të gjithë jemi të barabartë përpara ligjit. Po përse tani pikrisht në këtë nisëm që Zoti Rama merr duhet të gëzohet pabarazia kaq shumë fort, por edhe të ekzistoj dhe diskriminimi. Në atë që ne duhet të themi vazhdimisht tek opinioni publik që të na ndjeki me atë që duhet me koherencë qëndrimet e vazhdueshme që duhet të kuptojmë dhe atë tek analistët, por edhe pikrisht tek politikanët, tek rasti Zotit Rama nuk gjejmë koherencë, sepse pikrisht nga 2022 deri në 2025 Zoti Rama ka thënë që jemi një republik prokurorësh, sepse ka përgëzuar vazhdimisht çdo iniciativë dhe çdo aksion që ka bërë Spaku, ose më të keq ka heshtur. Heshtja tregon fajsi, në kuptimin gjithmonë jo të përgëzimit, në kuptimin që personi nuk gëzohet kur Spaku vepron, por ai nga brenda e tij për shkak të heshtjes është gëzuar sepse pikrisht atë ka dashur të bëj Spaku me kohë, sepse ai e ka kërkuar dhe ka bërë porosinë në asamblenë e Partisë Socialiste për kundërshtarët e tij politik. Tani vim pikrisht tek pjesa e Republikës Parlamentare. Zoti Rama me normimin e këtij nenit do të kujtoj tek Spaku tani, pasi i ka marrë spatën Altin Dumanit, por Spakut në vetvete nuk i ka dhënë spatën dhe i kujton që tani jemi republik parlamentare dhe jo republik prokurorësh. Pra Zoti Rama me ardhen e vitit të ri 2026 thot nuk ekziston më manuali 1944 se ka mbaruar funksionin e saj në 2025 me Zotin Dumani, po ashtu nuk ekziston më kushtetuta e 1976 se pikrisht ka mbaruar punë Zoti Dumani, sepse Zoti Dumani vendosi në burg të gjitha ata persona të cilët Zotit Rama çuditërisht i kanë ëngër dardha pas shpine apo diçka tjetër. Është kjo gjithmonë në perceptimin tuaj se si mund ta interpretoni. Prandaj, me iniciativën që merr Zoti Rama, bën atë që asnjëherë nuk mund ta bëjë ai, nuk duhet ta kishte bërë ai, sepse pikrisht
është kontradiktor me qëndrimet të mëparshme dhe nuk ka fare koherencë në ato çfarë ai ka thonë gjithmonë, që Partia Socialiste, unë dhe kjo qeveri nuk do bëhet avokat i askujt kur ka shkelur ligjin. Dhe pikrisht zoti Rama sot del dhe thot, po, unë do bëhem dhe avokati dhe mbrojtësi ndaj një drejtësie që nuk jepet nga spaku, por nga kush jepet? Pra, zoti Rama ka pasur gjithmonë në idenë e tij se drejtësia është ajo që ai vetë e ka normuar në trurin e tij, po jo drejtësia konkrete që jepet nga gjykatat. Pra drejtësia që zoti Rama kishte instaluar dhe kishte thonë te çdo qytetar që e jep spaku, ku ndërkohë drejtësinë e vërtet e jep një gjykatë e pavarur, e paanshme, e cila shqyrton provat dhe jo merr vendimarrje në ngarkime sipër nga opinioni publik apo nga Asamblea e Partisë Socialiste.